I konsideruar si profeti parashikimeve, Michel Nostradamus vdiq më 2 korrik të vitit 1566. Lindi në dhjetor të vitit 1503 në provincën Saint-Reims në Francë, në një familje me prejardhje hebreje. Në moshën 18 vjeçare u regjistrua në Universitetin e Avignonit, por u detyrua të largohej një vit më vonë, kur qyteti u prek nga murtaja dhe universiteti mbylli dyert. Në vitin 1534, i vdesi bashkëshortja së bashku me 2 fëmijët të prekur nga sëmundja e murtajës. Nga martesa e dytë me Ana Ponsard, lindën 6 fëmijë, 3 djemë dhe 3 vajza. Edhe pse perceptimi i Nostradamusit si profet me një aftësi të çuditshme për të parashikuar me saksi të ardhmen ka vazhduar që nga shekulli 16, studiuesit besojnë se në fakt ai nuk kishte një fuqi të mbinatyrshme. Sipas Peter Le Mesurier, një ish gjuhëtar në Universitetin e Cambridge-it, Nostradamus nuk ishte as astrolog e as parashikues. Ai thjesht besonte se historia përsëritet. Duke përdorur një teknikë që datonte në kohët biblike, e njohur si bibliomacia, ai përzgjidhte ngjarjet në mënyrë të rastësishme nga burime të vjetra dhe më pas përllogariste të ardhmen. Për këto, ai bazoi tek postulati se ngjarjet historike përsëriten në kohra të ndryshme. Që kur botimi i parë i profecive doli në vitin 1555, Nostradamus tërhoqi vëmendjen e autoritetave të larta franceze, por jo vetëm. Gjatë rrugëtimeve të tij në Itali, takoi një prift në moshë të re me emrin Felice Peretti. Për habin e kalimtarëve dhe të vetë priftit, ai u gjunjëzua para tij duke i thënë: "Hirësia juaj do të bëhet pap." Asi nuk e besoi, por prifti u bë papa Sixtus V në vitin 1585, 19 vjet pasi Nostradamusi kishte vdekur. Parashikoi me emër lindjen dhe bërjen të famshëm të kimistit dhe bakteriologut francez Louis Pasteur para se ai të lindte. Gjithashtu, parashikoi lindjen, marrjen e pushtetit dhe rënien e diktatorit nazist gjerman Adolf Hitlerit, duke i quajtur ata në profecitë e tij me emrin Hister. Shumë ndjekës të devotshëm pretendojnë saktësinë e parashikimeve që nga vdekja e mbretit të Francës Henry II e deri tek sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 të kullave binjake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nostradamus parashikoi madje edhe vdekjen e tij. Kur natën e një duke u gdhir 2 korrik 1566, një nxënës i tij i quajtur Chavigny i tha natën e mirë, Nostradamus ju përgjigj se të nesërmen kur të lindte dielli nuk do të ishte në këtë botë. Dhe vërtet, të nesërmen në mëngjes, ai u gjeti vdekur. Që për së gjallje kishte lënë amanet që të varrose vertikalisht, sepse nuk donte që dikush të este apo të shkelte në varr mbi trupin e tij. Pas 134 vjetësh, varri i tij në kishën e Shën Martës në salon u hap për të varrosur në një vend tjetër. Por çuditërisht, punëtorët gjetën së bashku me eshtrat edhe një pllak metalike ku ishte shënuar viti 1700. Ishte pikërisht viti kur u hap edhe varri. Historianët thonë se Nostradamusi ishte njohës i mirë i literaturës klasike greko-romake. Nga kjo literaturë shkëpuste fraza ose thënie me kuptime filozofike, të cilat i analizonte me detaje dhe më pas parashtronte ndodhin e ngjarjeve. Faleminderit që na ndoqët. Bëni subscribe AG Channel dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse videoja ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.